transmetohet në Klan Kosova pra me fillim nga ora 22, në të njëjtën kohë kur transmetohet edhe në Klan Shqipëria. Kështu që natyrisht ndjem të nevojshme t'ju njoftojmë për gjithë ju që keni interesim për ta parë të intervistë, ndërkohë që nesër do të komentojmë atë që tha që e ka deklaruar në këtë intervistë. Ndërkohë që sot në këtë blog do të flasim për një çështje tjetër. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar nisjen e procesit të rindërtimit të xhamisë së Ibrit, një objekt me vlerë të veçantë historike dhe kulturore i ndërtuar në vitin e largët 1777 dhe i shkatërruar gjatë luftës së fundit në 99-ën. Në këtë kuadër, Kurti është takuar me muftiun e Kosovës Naim Tërnava, me të cilin ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për hartimin dhe zbatimin e projektit të rindërtimit, si dhe një memorandum tjetër me Bashkinë Islame të Kosovës që synon promovimin trashëgimisë kulturore islame. Apo bëhet vetëm për fushat politike kjo iniciativë, apo diçka tjetër fshit pasaj? Këtë çështje do ta diskutojmë me një super panel ku të ftuar në studio kemi mikun e emisionit ton zotri Basri Beka, kënaqësitë e jeshme zotri Beka. Faleminderit për ftesën. Pjesë e këtij paneli sot është një mik tjetër emisionit ton zotri Kora Blagaj. Zotri Blagaj, faleminderit që je sot në Kosova Today dhe shfrytëzoj rastin t'ju kërkoj falje për mungesën time në promovimin e librit tuaj të fundit, i cili ndodhi në bibliotekën Hyvzi Sulejmani në Prishtinë, një libër, pra shqiptari përballë rënimit, një libër i cili ngriti debat qysh në promovimin e tij. Ka ndodhi, se çfarë debati pati? Kërkim falja është institucion, kështu që po e pranoj. Ta kemi e papësirën korab. Po kërkon falje? Ju kërkuat falje që nuk erdhët edhe mua kërkim falja është institucion dhe po pranoj. Po, dhe në kuadër të kërkim faljes time, diçka që më ka mbetur pezull dhe peng nga mungesi imja, është polemika dhe debati që shpërtheu me njëherë për librin, që është në promovimin e tij. Po, nga njëherë në salë vinë njerëz të cilët nuk kanë qenë të njoftuar me përmbajtjen e librit, edhe ose kanë qenë të njoftuar gabimisht, ose kanë qenë të instruktuar për të folur diçka të pavërtet për librin, dhe kjo u pa aty... Mund të ishin të informuar për librin kur kanë ardhur në promovim të librit. Po, sigurisht. Shteti ka mekanizmat e saj, kur bëhen botimet të natyrës së tillë, që ngrejnë alarme të tilla të nivelit kombëtar, ata aktivizohen e marrin nga burimet të tjera, qoftë nga shtypshkronja, qoftë nga komunikimet elektronike e tjera. Ne nuk kemi në një shoqëri që kontrollohet çdo gjë që shkruhet e thuhet. Mendoni ju. Si korap, kështu që lejohet botohet edhe çfarë do lloj libri. Kështu që po çka ndodhi për shikuesit se nuk e dinë, çka ka ndodhur? Realisht nuk ka ndodhur asgjë, ka qenë një diskutim shumë normal, shumë i mirë, me pjesëmarrjen e një numri relativisht të madh të njerëzve të interesuar për botimin tim. Tema e cila u ngrit aty, do të thonë e cila ishte filmuar nga dikush përmes telefonit, ishte fundi i polemikës kur unë ju përgjigja në 3 herë radhazi pyetje të zonjës dhe kur... Kush ishte zonja? Zonja Rozeta Ajdari. Pra ish ministrja. Dhe momentin kur njeriu nuk e pranon... Njeri do si do, një ish ministre pas ka ardhur... Po momentin kur nuk e pranon argumentin, do të thonë të kërkohet, argumentoje, ti jap argument një herë, i jap argument edhe herën e dytë, pastaj edhe herën e tretë i jap argument, dhe prapë se pranon argumentin, do të thonë tenton me dërgu ose me deviju komplet narrativën e një libri i cili është puro kombëtar dhe unë i sfidoj, jo vetëm zonjën Rozeta Ajdari, por të gjithë akademikët e trojës shqiptare, të gjithë shqiptarët, pa asnjë dallim ideologjie, feje ose çfarë do ngjyrimi që mund ta kenë tjetër, i sfidoj. Po problemi është aty heroi kombëtar. Çka së mirë është vesh për të, derisa ta gjejmë edhe konkretisht në aspektin intelektual, le të marrin librin, ta lexojnë edhe le të ngrisin hipotezat e tyre dhe ku kam gabuar ose çfarë ka qenë aty gabim. Unë nuk do të doja të komentoja diçka më tepër, sepse ndodhi çfarë ndodhi, por ideja është që libri të lexohet. Megjithatë, meqenëse s'ka qenë edhe Bastriu pjesë... Pyetja është interesante, debati për Skënderbeun, aty nuk ka debat për Skënderbeun, ka një konkluzion, ku unë kam sqaruar me saktësi milimetrike keqpërdorimi i herojve dhe rreziku i keqpërdorimit të herojve që duke i përvetësuar një pakicë
tenton të nxjisë refuzimin e pakicës tjetër. S'ka përveçsim të asnjë pakicë korab dhe mjaft më kemi tallur me figurën e heroit kombëtar të Skënderbeu, kështu që po e lëm këtë temë të lutem kaloj. Ja s'po kaloj se edhe ti po e ke kuptuar me qëllim. Jo, se po çona këtë temë korab, kështu që po jap drejt pra zotës Rozeta. Ti jap drejt, po unë se pranoj sepse ata që e përveçojnë Skënderbeun në një formë i cili nuk ka qenë. Kush po i ndalon? A ka pronësi Skënderbeu? Të lutem. Po si po përveçohet Skënderbeu? Ja, si përveçohet. Njëri thot ka qenë atleti Krishtit. Dhe ka botuar... Ja ka dhonë librin, Papa Piu, ja ka dhonë librin, ja ka dhonë... Ka botuar liber një akademik shqiptar dhe e ka argumentuar këtë narracion. Ky narracion e nxit të kundërtën, që shqiptarët tjerë, do më thonë, që nuk i takojnë fesë islamet të mos e pranojnë atë si hero kombëtar. Unë këtë e kam ngrit në libër, do më thonë, që nuk lejohet të keqpërdoren, siç nuk do doja dhe siç nuk pranoj që tani të ketë një narracion që Gjoja Adem Jashari ka luftuar për fenë islame. Kur një pavërtet historike tentohet mu instrumentalizohet me qëllim që shumica popullit shqiptar mos ta pranoj atë si hero kombëtar. Ky është thelbi i atij debati, por në libër është thjesht konkluzion. Okej. Mirë që e qartësuam këtë pjesë, pastaj s'ke qenë pjesë e promovimit që spondjej. Nuk kam qenë pjesë. Spondjej arsyet jap hapësirë për këtë temë. Nuk kam qenë pjesë, por e kam pa edhe në atë që kanë transmetuar mediat. Më vjen keq për politikanët tonë dhe për ish-ministrin Rozeta Hajdari, që ka shku në një promovim të librit, duke ditë potencialisht edhe qëndrimet e autorit atij librit. Dhe tash, lajthitja që është vendos zonja Hajdari, tregon pa përgjegjësinë e politikanëve tonë, sepse një politikan duhet të marrë pjesë në një promovim ku duhet tjetë vendi dhe provomivi dhe autori denjë. Jo çdo kund të shkoj zonja, në momentin që aty flitet për narrativa që kontestojnë historinë dhe sa i përket Skënderbeut, me 6 maj juftoj të gjithëve të vini në sheshin Skënderbeu, do festohet 621 vjetori i ditëlindjes së kryheroit dhe të gjithë ata që po merren me organizim të festimit, kryesisht kanë background musliman. Kështu që të krijosh ndasi tilla dhe të gjesh, si thet një fjalë popullit, pleshin bull, këto janë të thot banale. Mbase nuk e keni të qartë kontekstin mbi çka është debatuar, sepse edhe zotri Bllakaj... Jo, në pash, nga ajo që pash në media, një akuza dhe insinuata për lëvizje iluministe që kanë dalë, këto janë të papranueshme dhe tendencioze. Mirë. Dhe libri natyrisht që s'do ta marr, do thot, mundimin ta lexoj, sepse do thot unë lexoj librat njerëzve denj. Mirë, është çështje personale, por çështja e instrumentalizimit, zotri Bllakaj, do të merrem me çështje tjetër. Ja, kjo nuk kalon. Por me këtë po mbyllim vetëm se do flasim. Para mendoj domethënë cila kategori e njerëzve bën inkuzicion sot. Domethënë nuk e lexoj librin, por natyrisht librat pa njerëzve pa denj nuk lexoj. Por nëse shikojmë edhe Mozarti në një formën e tij ishte i pa denj dhe u njoftua krimtaria e tij diku 300 vite pas vdekjes së tij, apo kupton kështu. Diçka që ka vërtetuar historia. Do të thotë një promovim i diçkaje që ky popull ka vujt aq shumë prej asaj perandorie, do të thotë natyrisht që s'është vlerë, është antivlerë dhe është krim ndaj popullit shqiptar. Natyrisht që duhet mi hetu këta njerëz çfarë backgroundi familjare kombëtar ka. Ky debat do t'ju shërbej më shumë të juve, lexojeni librin dhe pastaj do të kthehemi në një rast tjetër mbase kur ta lexon zotri Bekaj dhe diskutojmë, sepse mund të ketë edhe pika që pajtoni plotësisht në to. Por kur jemi unë sfidoj edhe një herë zotrin Beka, nëse ka vetëm një pikë ku nuk pajtohemi, unë do t'ja argumentoj që zotëria është jashtë linjës kombëtare. Po se ka lexuar librin. Nëse vetëm një pikë atij libri nuk pajtohet,
Unë me argumente shkencore i argumentoj që është Pra ftesë me lexu Atër librin. Korab, po më detyron pa tjetër, do të thotë Zoja zotri Beka. me ta lexu librin, nuk e din cilën që unë ta dëroj. edhe unë do të thotë A e ke me vete, Korab? gjë musu mungon madhështia me kërku fajle. Mirë, atëherë lajmë në këtë pikë sepse do të dalemi tek instrumentalizimi. Do ta kemi një debat për librin tek kjo dyshe, por do të ndalemi tek instrumentalizimi. Apo tenton zotri Kurti të instrumentalizoj komunitetin musliman në vendin tonë duke parë parasysh se tek tash po na vije një nënshkrim i një marrëveshje të tillë. Korab? A prodhon feja vot? Ka prodhu të kalumën. Po, prodhon gjithmonë. A mund të shohim si supremaci fetare? Nuk duhet të shohim si supremaci Si fetare. çka është e Kurti të regona? Pse për merë si të hapë si tash? Jo na, jo populli. Kurti- Ky pse për merë? Kurti e tham, mund të shikoj edhe vot, por mund të jenë krijuar edhe kushte tjera që në këtë kohë të realizohet. Çfarë kushtësishin e janë tani, Korab? Po ka qenë një përpjekje e vazhdueshme e komunitetit serb në veri që të mos lejoj rindërtimin, të mos lejoj as krimin e shqiptarëve dhe as rindërtimin e objekte historike, kulturore tjera. Kjo xhami e ndërtuar shumë kohë më parë, domethënë është djegur dhe është djegur pas përfundimit të luftës. Dhe tani domethënë nëse është krijuar qetësia në veri dhe nuk shihet si asnjë objekt për supremaci fetare për të thënë që shikoni se muslimanët janë shumicë këtu e duan ta marrojnë nëse po nëse thjesht renovohet si kërkesë e renovimit të gjitha objektet të trashëgimisë kulturore, përfshirë kishat, xhamiat, hamamet e vjetra, bibliotekat, vendet historike ose objektet historike, varret historike, të gjitha këto duhet të rindërtohen, por nuk kanë të drejtë, as të instrumentalizohen nga fetarët dhe as nuk duhet të Kjo fotografia instrumentalizohen. nuk është instrumentalizim me automatizëm basri? As nuk duhet të instrumentalizohen nga politika. Unë e përkrahi rindërtimin e xhamisë së Ibrit, Po jo por instrumentalizim. nuk dua që të instrumentalizohen. Çështje e tillë zotri Beka e përmend. Spari, rindërtimi i një objekti trashëgimisë kulturore, nëse është objekti trashëgimisë kulturore... Ka qenë dhe kryesisht është përdorur prej komunitetit boshnak i cili jeton në vendin e Mitrovicës, është e vërtetë. Që të lutem ta përfundoj ekran. Nuk ka kur gjë të keqe në vete, edhe në qoftë se është objekt kulti. Edhe pse ne kemi prioritete shumë të mëdha. Po këtë rindërtim të xhamisë së Ibrit, kryeministri e ka pat premtim elektoral. Po e realizon. Jo e dini që ka pat premtim elektoral. Por, unë e kësha kërku nga kryeministri që të bëhet kryeministër i vendit, jo kryeministër i bashkësive fetare. Mos të harron kryeministri se ne jemi një shtet laik. Dhe në qoftë se ato pare, do thot janë pare publike, bashkësit fetare për një objekt trashëgimisë kulturore nuk kanë që ka lypin dhe kryeministri një shteti laik nuk mund të hyjë në marrëdhënie kontraktuale me bashkësi fetare. Dhe të lutem të përfundoj. Jo, Jehona, të lutem të përfundoj. Kjo objekt është pjesë e trashëgimisë Po mirë, të përfundoj. Po mirë, të përfundoj idenë. Të lutem të përfundoj idenë. Do të thotë, kryeministri, këtë rast, Ministria e Kulturës, e ka linjën buxhetore për riparimin dhe rivitalizimin e objekteve trashëgimisë kulturore. Ky objekti trashëgimisë kulturore ka qëllu të jetë objekt islam, kur gjë të keqe nuk ka. Pse kryeministri, kur qenë ka që zellshëm mi rindërtu objektet e trashëgimisë kulturore, se bënd spaku edhe një premtim elektoral që për kishën e stakaj në sheshin Zajr Pajaziti, spaku ta qetë, do thot një plakat për ku jem... Po del të ka jo që tha zotri Gjakaj, se tha vota, feja... Dakor, nuk e kam mënë të vota se kë fundit është politikan, dhe detyra e ti është të mbledh vota. Por, detyra si kryeministër i vendit, si udhëheqës institucional, është ta respektoj modelin e shtetit, modelin laik.
Kjo është do thot ajo që ka bo një shkelje. Pastaj, në qoftë se shkojmë atutje, pas ka lidh një memorandum për ruajtjen e trashëgimisë kulturore islame. Memorandumi që e ka lidh kryeministri jon shumë gjanë me memorandumin e Mbretërisë të Jugosllavisë me Turqinë në 1938. Edhe në atë memorandum merret ruajtja e pronës dhe trashëgimisë islame. Do thot ne ruajmë trashëgimi kulturore të Kosovës, jo të feve të caktume. Në qoftë se është ai objekt i vlerës që i takon trashëgimisë kulturore duhet të ruhet. Në diçka që ne do jem të vëmendshëm, ne mbështesim do thot rindërtimin e xhamisë. Por ne do e monitorojmë sa ajo xhami a do rindërtohet në arkitekturën si ka qenë, me materialin e njëjtë si ka qenë, sepse... Zotri Beka, çfarë autoriteti jeni për ta monitoruar? Ne jem OJQ, ne jem shoqëri civile, dhe si të tillë ne do e monitorojmë. Sepse roli i shoqërisë civile është me mirëmbajtë demokracinë. E kuptoj, natyrisht kjo ishte për të qartësuar edhe për shikuesit tanë. Ndërkohë në anën tjetër, arsyeja sepse që nga vënuar kaq shumë është për faktin se kishte pasur nevojë që të amandamentohej një ligj. Megjithatë, cili do të jetë mbasi reagimi i atyre që bëjnë reagime të tilla në kuptimin jo shqiptar, po flas, por komunitetin. Radio Televizioni i Serbisë doli hapur kundër. Kryetari Mitrovicës doli hapur kundër. Pra doli më njerë me reagime, Korap? Po, i ke reagimet në qoftë se doni t'i publikoni. Dhe çfarë mund të bëjnë, Korap? Mund të pengojnë punët atje? Jo, nuk mund të pengojnë, por janë kundër. Aja, dihet, Korap, s'është lajm, por çfarë do të bëjnë si ka mundësi që të kesh shqiptar kundër? Aha, po ngrisni këtë paralele. Po, sepse për ty e ka. Jo, se kam për Basrin. Jo, me Basrin s'kam edhe që ta sërojmë njëherë. Nuk jam kundër, falë Korap se ma lakoj, nuk jam kundër rindërtimit të xhamisë. As ne, as si shoqëri nuk jem. Jem për standard. E kuptoj. Jem se ky projekt, në qoftë se është financimi i Ministrisë të Kulturës, bashkësitë fetare nuk kanë që ka lypin aty. E qartë. Por të kthehemi tek Korabi, çfarë ishte duke thënë? E kuptuam këtë pjesë, mendoj mirë. Objekti duhet të rindërtohet sepse i takon trashëgimisë kulturore, siç është Unioni në Prishtinë, hoteli i kohës Austro-Hungarisë, pavarësisht se e ka ndërtuar një perandori ndoshta që hap diskutim. Kosova i ka marrë në mbrojtje edhe kishat ortodokse serbe dhe ju lutem, ju vën në kujtesë edhe një herë, pas ngjarjeve të vitit 2004 me buxhetin e shtetit të Kosovës janë sanuar dëmet e shkaktuara në objekte fetare. Shikoje, kjo është temë që nuk duhet lënë ekstremistëve për ta manipuluar edhe për të nxjerrë ose për të prodhuar debat të parëndësishëm. Ideja është të thjeshtë. Ajo duhet të rindërtohet si objekt i trashëgimisë kulturore, siç është ndërtuar edhe shtëpia e Xhafer Devës, për shembull, që ka pasur debat edhe për të, deri edhe ambasadori gjerman ishte kundër që të rindërtohej, dhe vinin këtu në japnin mend neve se më mirë ishte të ndërtohej një shkollë apo një shkollë tjetër. Vetë me qartësu që thot populli me nda shopin për sheqerit. Shtëpia e Xhafer Devës, dorën zamër është ndërtuar edhe me ato ndërhyrje, ku ta diun, kishte një presion diplomatik paktën saj përket shtëpisë së Xhafer Devës. Neve na intereson të dim pse ky nënshkrim na vihet që tash, në këtë moment. Edhe nëse ka qenë pra premtimi i kryeministrit, ka mundur të ndërtohet para disa viteve në kontekstin politik, apo përdorët feja me aksionet të tilla, dhe një paralele shumë të mirë mori zotri Beka kur tha kisha tjetër në qendër të qytetit. Pse ajo nuk ndërtohet? E kjo ndërtohet pra? Po, këtë ja sqaroj se harrova. Kisha që përmend zotëria në qendër të Prishtinës është rënuar nga plani urbanistik që e ka bërë shteti Jugosllav atëherë për Prishtinën, por nuk është vetëm kisha katolike e vjetër që është rënuar, janë rënuar edhe xhami të tjera, dhe tani do të thonë e kemi edhe të kontekstin mes komunës së Prishtinës edhe Ministrisë Kulturës për sheshin afër katedrales, do të thonë, pse ka shenja të arkitekturës ose arkeologjike të vjetra të objekte fetare. Po çështja është kjo, ajo ka kaluar. Ne nuk duhet të nxjerrim gjithmonë plagë të cilat kohë me kohë rilindasit njerëz të zgjut i kanë shëruar. Don ato duhet mos më
në termat gjuhës shqipe mos me grynë to, sepse debati nuk çon kërkojmë. Ndërsa te pyetja që bën Kroni, a është në kohë për fushat politike ose jo, këtu ka debat dhe unë jap të drejtë të mendoj në të dy krahat. Edhe u krijuan kushtet që kjo të realizohej, edhe dyta përdoret. Por a dini cila është pyetja e madhe dhe kryesore që duhet ta bëjmë këtu? Pse përdoret? Pse mund ta përdorin politikanët narracionin fetar për grumbullim masiv votave? Ku është problemi? Problemi që ndron se më së paku të instruktuar politikisht korrekt dhe në kuptimit të gjithë asaj se si shteti funksionon, janë njerëzit të cilët lexojnë ose bllokohen vetëm të narracionet të tyre fetare. Dhe pastaj shndrohet në simbol, në emocion dhe në simbol. Dhe të gjithë ata që fshihen pas simboleve, pas emocioneve, mjafton një fjali e vogël, e thënë nga kushdo qoftë, i cili mund t'i nxjisë, t'i instrumentalizoj. Se problemi që e kemi ne në politikën tonë është që turmat tona, fatkeqësisht, nuk po kanë njerëz që pra, sipas teje e njëjta po përdoret për fushat politike. Kjo është përgjigjja që po na del realitet nga jo vetëm ata, ju lutem. E kuptoj, në rastin konkret, Kora, po flasim për iniciativën konkrete dhe të tjerëve. Absolutisht që është përdor edhe kundër politikanëve që kanë dashur një farë niveli në kuptimin e edhe akustikës së ngjajshëm, kështu që përdoret. Severin në këtë botë se përdoret, por kurtja po e bën. Pse lejon populli që të përdoret? Po populli është base shumica e kësaj. Jona, nëse më lejon edhe unë të jap një mendim. Do thotë unë e kam marrë prej një backgroundi krejt ushtarake politike ndërmarrësisë, e tash po merrna edhe me kulturë, jo rastisht ndoshta. Një diçka kam marrë në përfundim, se lideri i pakulturum është më i rrezikshëm se një lider tradhtar. Sepse tradhtari krijon një dëm momentin, ndërsa ata të pakulturumët krijojnë dëm afatgjatë. Kush është tradhtari? Leadershipi jon, do thot prej mas lufte ka tregu që do thot janë të pakulturumët, pa edukat kombëtarisht, sepse këtë dëm të keqpërdorimit të fesë nuk e kishin bë. Pra, ju toni që krejt leadershipi pasa që së prej fillimit? Papërjashtimisht. Pas ka lezu librën për Dëgjoj, papërjashtimisht. Falënderit. Unë e dashta vetëm diçka që përmeni Korabi, do thot në 2004-ën, kur qeveria e Kosovës me në kryeministrin Bajram Rexhepi ka investu mi rindërtu objektet e trashëgimis mesjetare dhe objektet, do thot, kishat. Në atë kohë, Manastiri Deçanit, Patriarkane e Apejës nuk kanë qenë pjesë as në ingerenca të kishës ortodokse sërbe. Këtë, për shkak se ne kemi patë, përfaqësues në bisedimet e Vjenës pakulturum, po e përmend me emën nuk po hezitoj. Do thot e kem patë Lutfi Hazirin, dhe Jaja Dranqollin, atë shoqërisë civile po e harroj, do thot në tavolin, ne ja kem jep një dhurat, ja kem jep Sërbisë. Kem hjek dorë nga kisha tona. Ju s'keni qenë pjesë aty në negociata. Nuk kem dëgjo, ato jënë dëgjo, ka dalë. Ato jënë dëgjo, ato jënë publike. Dëgjo, ato jënë publike. Dëgjo, ato jënë dëgjo. Ato ka qenë kërkesë, po aty do thot është mungesa e leadershipit pa kulturu. A ke pat, dëgjo, në rezolutën 1244, në standartet para statut. Ajo njoft të kisha si kisha sërbe, jo. Do thot, pas bisedime vjen, kanë marrë status si kisha sërbe. Mirë dhe, sepse ka qenë kusht ajo, dhe sot në fakt e kem 22 objekte të trashëgimis veçantë kulturore që nuk mundesh me bë, as me intervenu. Për manastirin, kështu që realiteti i hidhur politik
Basri, se dëshirat edhe nëse do të plotësohen ti mund ndërmarrësh një iniciativë politike, del matu me veten, del matu me njerëzit, me presione ndërkombëtare, me arritje ndërkombëtare dhe është ku je. Do që tjetë jo, nuk është aq thjesht presioni ndërkombëtar. Jo ka qenë pavetdia lidershipit Kosovës. Ku do mbot pjesë e kompromiseve politike? Dakor, po jo këtë kompromis aq dëmshëm. Tjetrën prapë. Që po na sjell, do të thotë sot kem kazerma Surbis brenda Kosovës. Po e te kalojmë. Musa Damati, avokati nderuar, vetëm pas pak më thonë se do bashkangjitet në program, shpesh është aktiv në kuptime të tilla të debateve politike, megjithatë ne kemi parë korrap sepse meqense jemi pranë një procesi të ri politik, zgjedhjet e 7 qershorit nuk lejohet sipas edhe ligjit të zgjedhjeve në Kosovë dhe kushtetutës që të kemi parti politike, por ka pasur nuance të tilla të inkuadruara në lista të ndryshme. A pret ti, sepse në zgjedhjet e kaluara kishim listë për familje, më duket, a pret se do të ketë iniciativa të ngjashme këto zgjedhje, që pra do të përdorin zyrtarisht fen për të qenë pjesë e politikës? Të gjitha do të dështojnë. Të gjitha do dështojnë, po pse thua ti do dështojnë? Sepse s'ka më disponim të njerëzit për votuar të tilla gjëra? Parti politike ndërton ideja, nuk ndërton mundësia për të katapultuar deri në sistem. Mundësia për të ecur deri në sistem vetëm duhet përkulësh në cilën anë duhet, edhe je brenda sistemit. Këta prodhojnë jo kjo rrym, jo ajo rrym, jo kjo rrym, jo ajo rrym, të gjitha s'kan ide politike. Nuk kanë ide, që është më rëndësishmja. Dhe në mungesë të idejës ata nuk prodhojnë asgjë. Çfarë ide do të prodhonte një parti që në bazë të saj ka fen? Po s'prodhon pra asgjë, sepse shumica e kombit shqiptar është në rregull. Ne nuk kemi problemi me shumicën, po kemi problem me ekstremizmat. Fiks. Më thonë, sepse dikush tjetër për na instrumentalizon ekstremizmat. Dhe pastaj do më thonë Korabi del që është islamik, dërsa tek islamik Korabi del që është. Pra, ju po thoni, se cili personi që një flet me gjuhën e ashpër në drejtim të fesë, kundrejt fesës anë, është pjesë me apo pa dashe e instrumentalizimeve sërbëve që ndodhë në vendin tonë. Një sqarim të thjeshtë. Si institucion fetar i rrezikshëm për sigurinë kombëtare të Kosovës është Kisha Ortodokse Serbe. Ajo është zyrë e inteligjencës serbisë. Zyrë. Ka fakte, argumente, sa të dëni. Armatimi i gjendur në përmanastir është fakt i kësaj që. Dhe pse lejohet pra profirje të vinë në Kosovë? Po, të lutem. Pse lejohet i njëjti të vinë në ritualet e tij? Am lejoni të sqaroj se sa e rrezikshme për një shtet është instrumentalizimi. Po pse lejohet profirje të vinë në manastir? Shkurt Jehon, të lutem se publiku ka nevojë të di ç'është rrezikshme. Jehona po ta bën shumë të drejtë, është utopike me thonë që në këtë manastir ka domethënë instrumentalizim dhe në anën tjetër vije kryesori i manastireve hyn në mënyrë legjitime. Sa përdoret nga shërbime. Në Kosovë, jo vetëm ai i Kishës Ortodokse, po në Kosovë ka për vizitë edhe presidenti i Serbisë. Po jo më. Unë kanë thënë se jo më, po pse tash profirje vjen prapë në Kosovë? Po unë nuk di, domethënë pse ai vjen, po çështja është të sqarojmë se është shumë e rëndësishme, ju lutem, instrumentalizimi dhe rreziku që Serbia gjithmonë avancon kur instrumentalizon brenda shoqërisë tonë këtë gjë. Shikojeni hilën e madhe që i bëhet Kosovës për kishat dhe manastiret. Dhe kjo hile nuk ka bazë nga Kosova, por ka shkuar nga shteti jonë anë, nga Shqipëria. Dhe kemi një kryeministër i cili në OKB prezanton në vend që të ecë ka Bashkimi Kombëtar i Shqiptarëve, prezanton të krijojë një shtet bektashi në Shqipëri, shtet brenda shtetit. Dhe cila është dora që e sponsorizon këtë ide, që instrumentalizon një politikan idiot, është e njëjta dorë që do të thot njerëzve që atje në Shqipëri për realizohet një mini shtet fetar, ku është problemi, që të realizojnë një shtete fetare brenda Kosovës me pretekst të veçantë kishat. Kisha e veçantë. Pra ju thoni se do të mund të ndërtohen mini shtete në Kosovë, sepse kjo është... Ti thua që do të ndërtohet një mini shtet në Kosovë në manastirin e Deçanit. Se kjo është kërkesa e Serbisë. Dhe kjo është kryetitulli miq, mini shtet në Kosovë sipas jo mini shtet, mini shtete. Sepse ata shkojnë faza. Në këtë fazë kanë arritur mi zgjeru tokat e manastirit Deçanit. Edhe cili është rreziku nga komuniteti veçantë? Nga mini shtetet? Cili është rreziku?
Ishe të involvuar ata në çështje politike apo ngjajshëm. Bëni të detyrë dhe kaq. Shtet brenda shtetit Po dramatizoni më shumë se kaq. Megjithatë shtet brenda shtetit nuk ka ke shtetet normale të bashkohen. Sigurisht edhe mund të jetë pastre. Më fal, ju veç pak, sepse cila është ideja logjika e ngritjes së kësaj paralele zotri Bllakaj, kur ju po flisni për një shtet tjetër, ne po flasim për Kosovën. Po kështu funksionon ideja. Dallimin mes të zëm. A është kërkesë e Serbisë që të... Kishës ortodokse që është kryekut e lidhur me shtetin e Serbisë dhe të zëm komunitet Bektashi është sinata me ditën, sepse në fakt të njëjtat nuk as nuk instrumentalizohen sigurisht. Çështja tjetër, kryegjyshata e Bektashive ngjendet në Shqipëri, të njëjtin shtet ku dojnë me formu, jo siç e ka feja ortodokse zotri Bllakaj, po? Nëse më lejon pare, më the në qofë se me ndonë dilematu, nuk e kom plan më matë politikë, po ta them, në qofë se... Jo nëse ka qenë gabim, po gabim ka qenë. Në qofë se do i matë shanë politikë, unë e spari për me shëru këtë popull, 3 vendimet mëdha politike i kësha marë. I kësha pastru listat e veteranve, i kësha hap dosin e vrasje politike dhe dosin dëgjë. Lutem më këtë në tetë, se si jemi këtu për këta. Dosin e privatizimit. Nuk jem, po vish po të regoj, do të thotë, se kanë qeverisë të gjithë kesh duke përfshirë i fundit. Mirë. Pranojeni Basrin diskursi që po të nëtën mu projektu si filozofë dhe si djetarë. Edhe mund të shqipër, pasre. Mëse shpërqëndroni. Mirë, edhe fare në fund, pra atëre, a është duke u përdorur për politikë? është duke u përdorur? është duke u bërë për politikë? A bënd të dalim në tema o ta mbyllim? A është duke u përdorur për kjo është duke u përdorur për politikë, për fushat politike, sepse ka patë ko, do thot edhe para 2 muje, me ndërmarrë këtë vendim. S'ka pas ko se është dashur të amandementojë? Se se kam përdorë për politikë partit për para vetë vendosjes. Se se kam përdorë? Se se kam përdorë për politikë, është faqë. Se kam përdorë. Në këtë drejtim mendoj, edhe ata s'kanë qenë përgjeshëm, po ndoshta në këtë rast kishin qenë matë përgjeshëm. Situatën çfarë është vendi ynë. Mirë. Faleminderit shumë Basri Bekaj, faleminderit shumë Kora Bllakaj, urojmë që natyrisht tema të tilla në kuptimin më pozitiv të flasim sa më shpesh, sepse natyrisht i shërben edhe debati social. Ishim bashkë kështu në këtë blok tjetër të Kosova Today, shkëputemi me publicitet, kthehemi vetëm pas pak për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në fakt në Amerikë, një shqiptare akuzohet atje për mashtrim masiv. Kthehemi pas pak për detajet.